Një festë e zakonshme në suite u shndërrua në një spektakël të vërtet fal energjisë dhe shpirtit të lirë të lajërtit. Vajzat kishin organizuar një festë pijamesh, duke shijuar muzikën dhe atmosferën e këndshme, kur në dhomë u bashkuan edhe Jozi, Larry dhe Kelly, duke e bërë ambientin edhe më të gjallë. Si gjithmonë, Lajrti nuk mund të qëndronte indiferent ndaj një feste dhe menjëherë mori vëmendjen e të gjithëve. Me natyrën e tij spontane dhe të çliret, ai nisi të kërcej mes të qeshurave dhe duartrokitjeve të banorëve të tjerë. Teksa vëllai i madh vendosi një melodi më sensuale, Lajrti e çoi performancën e tij edhe më tej duke zhveshur disa nga rrobat dhe duke e kthyer momentin në një shfaqje argëtuese. Banorët nuk mundën t'i përmbanin të qeshurat, ndërsa ai vazhdonte të vallëzonte me lëvizje plot humor dhe karizëm. Festës ju shtua edhe më shumë energji dhe atmosfera në suite u mbush me entuziazëm dhe hare. Momenti i tij i veçantë jo vetëm që krijoi një kujtim të paharrueshëm për të gjithë, por tregoi edhe një herë shpirtin e tij të lirë dhe dëshirën për të argëtuar të tjerët. Lajrti edhe një herë dëshmoi se di të jetë në qendër të vëmendjes dhe të dhurojë spektakël në çdo situatë.